Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Para se të pini çaj kamomili, urgjent duhet ta dëgjoni këtë lajm. Për problemet e lëkurës në mënyrë inflamatore të tilla si pezmatimet e lëkurës, ekzemat ose puçra në fytyrë, vaji esencial i kamomilit ka efekte shumë qetësuese dhe mund të japë shumë përfitime për shëndetin tuaj. Çaji ose përzierje të ndryshme bimore, sidomos kamomili, i sigurojnë trupit doza të duhura të kalorive dhe gjithashtu efekte mjaft të mira mjekësore. Pas një dite stresuese, kur ktheheni në shtëpi, duoni më shumë një qetësi të munguar, por cila është zgjidhja më e mirë në këtë aspekt? Një banjo e nxehtë, qirinj, muzikë në sfond dhe një përzierje me kamomil, me lule dhe me lëngun e portokallit. Kjo bime e njohur ka ndikime të mira në sistemin nervor qendror, duke u dhuruar gjithashtu një ndjenjë më të mirë qetësie dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Çaji i kamomilit është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin e lëkurës. Për problemet e lëkurës në mënyrë inflamatore të tilla si pezmatimi i lëkurës, ekzemat ose puçra në fytyrë, vaji esencial i kamomilit ka efekte të mira qetësuese që ndihmojnë në përmirësimin e pamjes së lëkurës sonë, duke eliminuar gjithashtu kruajtjet dhe skuqjet dhe duke sjellë rezultate mjaft të mira në këtë drejtim. Kamomili ka efekte qetësuese dhe anti-inflamatore kundër problemeve të shëndetit të syve. Në veçanti nëse vuani nga skuqjet, atëherë mund ta përdorni këtë bimë si një element të veçantë në mburojën tuaj. Çaji i kamomilit është përdorur prej kohësh në trajtimin e pagjumësisë dhe lehtësimin e shqetësimeve të tyre. Në raste të tilla sigurohuni që të përdorni vazhdimisht edhe kamomilin në dietat tuaja. Kur pini një filxhan çaji kamomili pas darke, mund të ndiheni më të relaksuar dhe gati gjithashtu edhe për të zgjidhur një sër komplikacionesh të shëndetit. Në këtë video, sipas health.com, do të rendisim disa nga përfitimet më të rëndësishme ushqyese që do të keni nga konsumi i çajit të kamomilit dhe efektet pozitive që ai ka në shëndetin dhe në mbrojtjen e imunitetit tuaj. Kamomili ka veti që përmirësojnë cilësinë e gjumit dhe humorin dhe japin gjithashtu rezultate të kënaqshme në këtë drejtim. Nëse doni që të keni më shumë përfitime, atëherë çaji i kamomilit duhet të konsumohet në dietën tuaj. Çaji i kamomilit është një ndihmë shumë e mirë edhe për cilësinë më të mirë të gjumit, duke parandaluar komplikacionet dhe duke sjellë rezultate të kënaqshme për të. Çaji i kamomilit është të përdorur prej kohësh për të trajtuar problemet e pagjumësisë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigenin, e cila është një flavonoid që mund të përmirësojë cilësinë e antioksidantëve dhe cilësinë e gjumit në dietën tuaj. Përfshirja e kamomilit në dietën tuaj do të japë rezultate të përkryera edhe në menaxhimin e problemeve të pagjumësisë. Do të ruajë shëndetin e kockave. Çaji i kamomilit është shumë i mirë për shëndetin e kockave sepse flavonoidet në kamomil ndihmojnë kockat të riparohen dhe të rriten më shpejt. Gjithashtu kamomili mund të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë që janë të prirur ndaj osteoporozës dhe menopauzës, në reduktimin e estrogjenit dhe humbjes së kockave. Çaji i kamomilit lehtëson gjithashtu edhe problemet tuaja të nyjeve. Gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë kundër shqetësimeve menstruale. Deri në 93% e grave mund të përjetojnë dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre, dhe çaji i kamomilit mund të jetë një nga zgjidhjet më të mira në këtë drejtim. Pija e ngrohtë dhe qetësuese mund të lehtësojë problemin tuaj. Në këtë mënyrë mund të jetë një rezultat i shkëlqyer për organizmin. Megjithatë, kamomili është më i mirë se në energjiku dhe barishtet e tjera, ka efekte më lehtësuese. Çaji i kamomilit mund të ndihmojë gjithashtu edhe në situatat tuaja kur ankthi është tepër i lartë. Kamomili është i mirë për ankthin kryesisht për shkak të efekteve dhe simptomave të gjendjes, duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar kështu muskujt dhe duke ulur edhe presionin e lartë të gjakut.
Kamomili është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të përfshirë në dietën tuaj. Rezultatet që do t'jap do ta bëjnë atë një nga produktet më të rëndësishme edhe në menaxhimin e shqetësimeve të ankthit. Çaji i kamomilit mund të jetë një nga zgjidhjet më të mira edhe për përfitime të larta në shëndetin tuaj tretës. Që të keni shëndet më të mirë. Tretja e duhur është një proces vendimtar i trupit. Konsumi i kamomilit besohet të ketë efekte të mira në promovimin e përmirësimit të tretjes dhe zvogëlimin e problemeve gastrointestinale. Kjo për shkak se është antispazmatik, që do të thotë se çaji i kamomilit ndihmon në reflukset e acidit. Disa studime kanë treguar se çaji i kamomilit mund të lehtësojë stresin, ankthin dhe mbi të gjitha t'ju bëjë që të flini më mirë gjumë. Nëse luftoni me stresin ose me ankthin, çaji i kamomilit mund t'ju ndihmojë potencialisht në këtë drejtim. Kamomili përmban apigeninë, të cilat kanë treguar efektet dhe vetitë ngjashme me elemente të ndryshme kundër ankthit. Gjithashtu, çaji i kamomilit mund të përmirësojë më mirë shëndetin tuaj të zemrës. Nëse doni të keni një zemër të shëndetshme dhe të mbani larg komplikacionet e saj, atëherë çaji i kamomilit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në këtë drejtim. Një zemër e shëndetshme përkthehet në funksionet optimale të gjitha funksioneve të tjera të trupit. Është thelbësore që të përmirësoni gjendjen e shëndetit të zemrës dhe të parandaloni komplikacionet, duke zgjedhur gjithashtu edhe produkte sa më natyrale për dietën tuaj. Siç u përmendëm edhe më herët, vetitë qetësuese të kamomilit do të ulin stresin dhe ankthin, të cilat janë gjithashtu faktorët kryesorë të rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Apigenin e kamomilit gjithashtu përmirëson funksionet më të mira të shëndetit dhe parandalon edhe komplikacionet. Çaji i kamomilit është një zgjidhje shumë e mirë edhe për mendimet të cilat mund të jenë edhe mjaft të çuditshme. Çaji i kamomilit mund të qetësojë gjendjen tuaj dhe të mbajë larg gjithashtu çështjet që përfshin edhe ankthin. Siguroni të përfshini kamomilin vazhdimisht në dietat tuaja. Në formën e çajit është më së e këshillueshme për të patur rezultate më të mira dhe për të mbajtur larg këto komplikacione. Ekspertët e cilësojnë çajin e kamomilit si një nga produktet më të mira ushqyese për të përfshirë në dietën tuaj. Ngjason, por nuk ka lidhje me lulen e margaritës, as me lulen e deles. Shumë e përdorin për të shpëlarë flokun bjond, por përdorimi i kamomilit mund të jetë një zgjidhje produktive në këtë drejtim. Një prej bimëve mjekësore më të vjetra, kamomili mendohet se është përdorur fillimisht edhe për lehtësimin e çështjeve të ankthit. Sipas studimeve, kamomili mund të konsumohet në forma të ndryshme. Ai mund të sjellë një gjumë më cilësor. Vajrat që kanë në përbërje kamomili duket se lehtësojnë çështjen tuaj dhe gjithashtu japin rezultate mjaft të mira në këtë drejtim. Nëse doni të keni një gjumë më të qetë në këtë drejtim, atëherë përdorni edhe çajin e kamomilit. Për një frymëmarrje më të qetë dhe gjithashtu edhe një lehtësim gjatë ftohjes, kamomili mund të jetë një aspekt shumë i mirë ushqyes. Nuk mund të themi se kamomili është një recetë përfundimtare për ftohjen, por ai mund të qetësojë ndjeshëm shqetësimet të shkaktuara nga simptomat. Studimet përkatëse tregojnë se thithja e avullit që përmban ekstraktin e kamomilit zbut problemet e shkaktuara nga problemet e frymëmarrjes, si tonel.com. Konsumi i kamomilit duket se ul gjithashtu nivelet e stresit. Një studim zbuloi se personat që përjetojnë shpesh ankth ose stres mund të përjetojnë lehtësime më të mira dhe të gjendjes së tyre, sidomos me përdorimin e kamomilit. Kamomili është një zgjidhje produktive për rritjen e vlerave të imunitetit. Një studim i publikuar në revistën e bujqësisë së ushqimit doli në përfundimin se çaji i kamomilit mund të japë rezultate mjaft efektive në këtë drejtim dhe të luftojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.